që një sulm potencial ushtarak i Amerikës kundër Grenlandës do të shënon të fundin e NATO-s. Nuk është vetëm Grenlanda ajo që ka acaruar, le të themi, këtë raportin ndërmjet SBA-s dhe BE-s. Ndoshta ju acaruar, po tensionuar, sepse ne po shohim se si Trump kohëve të fundit u drejtohet qoftë edhe aleatëve. Iq më larg se tani në samitin e Davosit a ishte shumë i ashpër me gjuhë ndaj tjerëve, u flet gati me përçmim të tjerëve, se nuk është më vetëm çështje arrogancë se si u drejtohet aleatëve. Duket sikur do t'i nënshtroj që duke folur, duke komunikuar me ta t'i shoh si të nënshtruar. Më thoni, a ka njohur ndonjëherë historia një lider të tillë amerikan më parë? Këtë komunikuar kështu me qoftë edhe me ata që i ka pasur aleat për afat gjatë? Absolutisht jo, nuk ka pas... Kjo që është... Ne sa i njohim duke lexuar libra historie, nuk është se ka pasur atë rrjete sociale, ka pasur mediume të tilla për t'i parë me video, me zë, se si kanë komunikuar ata me aleatët. Jo, kjo është një komunikim i drejt për drejt. S'paktyt këtu nuk ka kur gjë që është e fshehtë. Ne po i shohim fjalimet që sistematike të presidentit amerikan, jashtëzakonisht ashpra, jashtëzakonisht denigruese, do të thotë ndaj shumicës liderëve evropian, e pam edhe dje në Davos që përmendet i fjalimi i tij, ishte vërtet shumë specifik, dhe besoj që kjo është një stil i ri që nuk e kemi përjetu në kryet Amerikës, është një diçka e re që po ndodh, dhe për këtë arsye kjo dhe po provokon shumë edhe reagime, provokon shumë edhe çudi sa i përket sjelljes së një lideri, për shkak se ne kemi edhe pritshmëritë për atë se si shtetet duhet sillen një farë mënyre. Ne e dim se po ky stil kështu i drejt për drejt, do thotë edhe i ashpër, unë nuk e besoj se ka pas spaktit në historinë moderne, nuk ka pas ndonjë president që ka. Po le të themi pse u prodhua një lider i tillë? Është për faktin se Evropa ishte shumë e butë me Rusinë, spaku në 2 dekadat e fundit, është krejt e pa fuqishme përballë një Kine që po rritët me aq shpejtësi, ka qenë madje shumë indiferente në shumë zhvillime në lindjen e mesme, dhe ishte koha që SBA ta prodhonte një lider të tillë që i del në kundërpesh një lideri siç është Putini, a u prodhua natyrshëm një lider siç është Trumpi që flet me këtë gjuhë, kaq të fortë, kaq drejt për drejt, pa pikë diplomacie pra? Po jo, Trumpi është rezultati një ndryshimi që ka ndodhur brenda në Amerikë. Trumpin e kanë zgjedhë vetë amerikanët, nuk kanë zgjedhë Evropa ose shtetet tjera, do thotë është rezultati. Po them pikërisht pse a ishte momenti që Amerika të zgjedhë një njerëz të tillë, duke parë se rendi në botë po lëkundët, Putini po fuqizohet, Evropa nuk e ka fuqinë t'i dalë përballë, pse u prodhua një i tillë? Po tash kjo është në problemi se sa janë njerëzit vetëdijshëm për politika që zhvillohen në nivel ndërkombëtar. Zakonisht ajo që i shtyn njerëzit me votu për një lider është politika e brendshme. Do thotë problemet që njerëzit me të cilët ballafaqohen në politikë brendshme. Amerika ka shumë probleme, do thotë të cilat janë grumbullu për një kohë shumë gjatë, edhe njerëzit një farë mënyrë kanë kërku përmes zgjedhjeve specifike, kërkojnë pak a shumë që me pas edhe një adresim kundër këtyre problemeve me të cilat përballohen për çdo ditë. Edhe kjo një farë mënyrë ka rezultuar me zgjedhjen. Po nuk është se tërësisht ishte zgjedhje vetëm qytetarëve. U ofrua si mundësi, duke qenë se aty ka patur zgjedhje për brenda republikanëve, pra ata e vunë Trumpin në krye të republikanëve, dhe pastaj natyrisht qytetarët patën mundësi të zgjedhin atë apo kundër kandidatin e tij. Por po them kështu si një lider i tillë siç po e shohim, u bë i tillë për shkak të pafuqisë së Evropës për t'i dalë përballë qoftë Kinës, qoftë Rusisë, dhe ai nuk ka rrugë tjetër përveç se të veprojë siç po vepron. Jo, unë mendoj që këto janë çështje të ndame. Besoj që zgjedhja e tij si president është ndame prej krejt problemeve që po ndodhin në Evropë ose në vende të tjera të botës. Unë besoj që është kryesisht, domethënë parazitash e lidhur me situatën që dominon në Amerikë. Edhe ai ka pas një mandat atëherë që u zgjedh në vitin 2017. Masandej tash është mandati i tij i dytë.
Mirë po, ajo që ka ndryshu, sigurisht se ka ndryshu dhe bota. Ne kemi ndryshime tektonike, si me thonë, në nivel global, edhe kjo në farë mënyrë po manifestohet edhe në politikën që e zhvillon Amerika. Po, Kjo politikë e ti e forcon vërtet Amerikën, e mban Amerikën në pozitën e të parit në rendin global, apo mund të adopsoj rolin e saj? Kjo është një pyetje shumë e mirë, se sa mundet ky stil, kështu i drejt për drejt, ky kthim ka një qasje realiste e politikës në nivel ndërkombëtar, sa mundet me ndiku në fuqizimin e Amerikës. Tash këtu, nëse shiqojmë, do thot, analizat që i gjejmë kryesisht, një pjesë e tyre konsiderojnë se kjo është një farë është një shaj e dobësisë Amerikës, ma shumë se sa një shaj e fuqisë, dhe ata tjerët që paka shumë e mbrojnë këtë idenë e Amerikës si superfuqi, dhe thot, po jo në aspektin e liberalizmit ndërkombëtar, po në aspektin e kthimit të fuqia shtetërore, dhe thot, të qasja, dhe thot, e fuqisë shtetërore, që nuk njeh kurfar rregullash, si me thonë, vetëm rregullat e fuqisë. Po, dhe kjo lloj qasje u përdor në raport me secilin, pra, qoftë kur është në pyetje aksioni në Venezuelë, Trumpi është jo vetëm i drejt për drejt, po madje brutal me gjuhën e tij, kur pa pik hezitimi, kur pyetet, ai thot, po thot, unë jam duke vepruar kështu siç po veproj, konkretisht për interesin e naftës, pra pa ndonjë ekuvok, ose pa ndonjë përpjekje për ta kamufluar, ose kur pyetet për Grenlandën, thot, po e dua atë dhe pik. Pra, nuk mundohet as pak të jetë diplomatik. Madje shkon edhe me kërcënime, nëse nuk e realizoj këtë, mos llogarisni se do t'ju mbroj, ose do të bëj ndonjë sakrificë për të mirën e përgjithshme. Me këtë qasje, apo shkërmoqet tërësisht gjuha diplomatike. Dhe a mund tjetë ky një shkas që dhe lider të tjerë në të ardhmen të sillen kështu siç sillen? Apo kjo i takon vetëm të fuqishmëve? Atyre që kanë forcën. Po, pikërisht këtu është problemi, se veprimet tilla paka shumë na kthejnë në kohë të imperializmit, ose në kohë të politikave koloniale. Atër ka qenë ideja që një territor që donë me pas, mundesh me arrit me forcë të përdorë, dhe thot, fuqinë. Po pikërisht rregullat ndërkombëtare, ligji ndërkombëtar e ndalon të këtë. Edhe kjo është edhe brenga më e madhe që pe shohim edhe në nivel debatit që po bëhet përreth kësaj. Tash, në të dyja këto veprime, edhe në raport me Grenlandën, që nuk është zgjedhje ende, edhe pse dje doli, domethënë, një farë lajmi që ka pas një farë marrëveshje në parim, që mos me sulmu ushtarakisht Grenlandën ose